Do të flasim për zhvillimin kryesor të ditës për seancën e cila para pak minutash, para rreth orës diku 16 në orët e pasdites ka përfunduar edhe kësaj radhe pa suksesshme për shkak se as që nuk është vazhduar, për shkak se kryesuesi i kësaj seance vendosi që as mos ta vënë në votim emrin Albolina Agjiut si kryeparlamentare, derisa vendosje kërkoi marrëveshje politike dhe një konsensus politik për ta votuar këtë emër. Megjithatë përpara gjithë këtë situatë si mund dilet nga kjo situatë zhbllokuese, me ne në studio është Artan Muhaxhiri. Atëherë, Artan, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë. Artan, e pam situatën e sotme ku vendosja nuk e udhë fare në votim emrin Albolina Agjiut dhe duket që situata tani më pak ndryshoi dhe vendosja tani po kërkon një marrëveshje politike për emrin e kryeparlamentarit. Si është? Po më në fund sot e patëm një vendim racional, politik, realist të lëvizjes së vendosjes, sepse ndonjëherë politika është edhe matematik. Pra, kur të duhen 61 vota, kur nuk i ke, duhet t'i gjesh ato, edhe sepse për ndryshe ke një mur, edhe 100 herë nëse e vendosin si që kam vendosur 2 herët e kaluara, rezultati do t'jeti njëjtë. Pra, ishte një gabim i lëvizjes vendosje që i hapi letrat, sepse tani mendoj që e ka dobësuar veten, pasi deri para seancës së parë ishte një lloj pikpyetje, një lloj misterioziteti se ai kanë as i kanë, edhe dilnin njerëz se vendosën tani kemi edhe 65. Kështu që tani edhe ishin më të fortë edhe në imazh edhe në diskursin publik. Por tani kur u pa që i kanë vetëm 57 vota, edhe që kanë probleme të mëdha, veçanërisht me pakicat jo serbe, edhe ato serbe që janë kategori kushtetuese, atëherë tash probleme shumë më i madhe dhe është një pozitë shumë më të palakmueshme, shumë më të dobësuar sa që ishte javën e kaluar. Por është mirë që u vendos kështu sot, pra sepse çdo gjë tjetër do të ishte një lloj farse, një lloj absurditeti, se pasi nuk mund të vazhdohet në këtë mënyrë duke e ditë që është një blokadë dhe duke mos bërë asgjë drejt zhbllokimit. Tash a pritet që vendosja ndoshta të thrasë partitë politike një nga një për të arritur një marrëveshje për emrin e kryeparlamentarit ajo? Vendosja ka obligative që të bëjë kompromis. Pa kompromis nuk ka. Tash ne jemi të vetëdijshëm që fjala kompromis në Kosovë është demonizuar, është një fjalë, pothuajse një fjalë e ndytë, mirë po kompromisi është një ndër bazat e politikës. Gjithë edhe superfuqia Amerika bën kompromise dhe vendet të mëdha, kompromise politike, ekonomike, ushtarake. Vetë liria e Kosovës ka qenë një lloj kompromisi. Shteti i Kosovës ka qenë kompromis. Ky kuvend që e shohim sot me 120 deputet, ky është një lloj kompromisi. Kushtetuta, pra e gjithë edhe vitet e 90-ta janë bërë kompromise, pra e gjithë rrugtimi jon ka pas kompromise dhe nuk ka tjetër, pra nuk ka asnjë mundësi. Zoti Kurti dhe vendosja shpesh e kanë një tendencë që shkojnë kundër realitetit, mirë po pastaj në mënyrë brutale rikthehen sërish në realitet, sepse realiteti ishte që nuk i kishin votat, edhe në vend... Artan, si qarot kjo situata që insistoni se i kishin votat? A ndoshta shpresoni në votat e nismës për kundër faktit që aty duhet pastaj edhe një vot tjetër, apo pse e shtyn deri në këtë formë? Pse mendoni që, ose të paktën pse tentoni të krijoni këtë idenë që i kanë numrat? Po mendoj që është një gabim i madh në kalkulim, pra një gabim i madh strategjik, pasi tani dolen shumë të dobët. Edhe tani, edhe këto thirrjet për zgjedhje të reja janë, mendoj që vetëm formale, sepse e dinë që realisht janë në një rënje, pasi nëse një parti e cila i fiton zgjedhjet me përqindje aq të madhe, nuk është e aftë që të bëj kompromis për ta bërë një minimum të shumicës, pra 61 vota, atëherë kjo nuk flet as pak mirë, pra deshën që të tregojnë diçka, por ju kthye bumerang, edhe tani janë shumë të dëmtuar, më të cenueshëm, sepse tani nuk e kemi një kingmaker, pra derisa ishte biseda për nismën dhe zotin Limaj, flitej që nisma është kingmaker, pra ato 3 vota do ta bëjnë
qeverin edhe ai mund të kërkoj çdo gjë. Por tani dolën disa kingmaker apo kingmaker, edhe Duda Bali, edhe Adem Hoxha, pra tani u zgjerua, doli edhe Aleanca, e cila i mori spaku vizualisht kështu në grupin parlamentar, edhe ideja është që tani tereni i kompromiseve do të zgjerohet për zotin Kurti dhe për lëvizjen e vendosur nëse dëshirojnë të arrijnë 61 vota. Pra mendoj që kanë bërë gabim, kanë pas një lloj kështu arrogance, sepse tentuan që ta projektojnë imazhin e zgjedhjeve të kaluara. Gjë që ishte shumë gabim, pasi zgjedhjet e kaluara i fituan për shumë se 50%, këto zgjedhje nuk ndodhi. Pra prej fillimit është dashur që të bëhen kompromise, kompromiset nuk janë të kënaqshme, nuk janë të mirëseardha për askënd, por janë të domosdoshme. Pra asnjë secili lider në botë do donte që të qeveriste i vetëm pas një kompromis, pas një ndarje të pushtetit. Por kjo është e pamundshme. Këtë dëshiroj ta bëj zoti Kurti, dështoi dhe tani do e ka një punë shumë më të madhe nëse dëshiron ta krijojë sërish qeverinë. Po, dhe a mund të konsultohet kuvendi dhe sidomos me emrin e Arbolina Agjiut, për shkak se i pam pas ndërpresës së seancës që edhe PDK edhe LDK PDK në fakt tha që ndoshta do duhet të ndrojë emri i Arbolina Agjiut, ndërkohë LDK vetë akuzoi vendosjen për bllokim të situatës dhe tha që patjetër po kërkon që të votohet emri i tyre. Si ishte tani nëse i analizojmë edhe qëndrimet e partive opozitare, a mund të zhbllokohet situata? Po në këtë rast kryeministri zoti Kurti, kryeministri në detyrë në dorëheqje, do duhet që të vepronte krejtësi ndryshe, pra do duhet që ta gjente një personalitet që do të ishte i pranueshëm edhe prej opozitës, nëse do të shpresonte pra për ato 4 votat në ndonjë marrëveshje. Por me zonjën Agjiu i bëri 2 gabime. E para e zhvlerësoi zonjën Agjiu sepse ajo ishte ministre e drejtësisë, është gruaja më votuar në Kosovë, është një ndër udhëheqësit e lëvizjes së vendosjes, pra nëse ajo në 2 raunde, realisht në 3 raunde, edhe duke përfshirë sot nuk mund ta marrë një shumicë të thjeshtë, kjo flet keq për staturën e saj në politikën kosovare, pra por edhe të vetëvendosjes. Por në anën tjetër, ne e njohim stilin politik të zonjës Agjiu, pra nuk është një personalitet që mund të krijoj ura bashkëpunimi, është shumë e ashpër, ndonjëherë shumë konfliktuoze, edhe ka qëndrime, e kemi pa edhe në kuvend për ato beteja të mëdha. Pra, nuk ishte ata një emër i pranueshëm dhe vendosja e dinte ndoshta nëse mund ta themi, apo jo, e dinte që nuk ishte. Unë mendoj që këta ka vënë me një paramendim, pra dëshironte që ta thellonte krizën, sepse ta zëm, nëse do ta vendoste sërish emrin e zotit Konjufca, situata do të ishte shumë tjetër, sepse zoti Konjufca gjatë këtyre 4 viteve ka treguar një qasje mbi partijake. Pra, na kujtohet bile një herë edhe pat një konflikt me zotin Kurti, kur ai ja kërkonte fjalën dhe zoti Konjufca nuk ja dha, sepse tha nuk je në rend dhe edhe kamerat e patën kap një lloj nervozizmi te zoti Kurti, sepse është një lloj herezie që ti kthehet fjala ati brenda lëvizjes së vendosjes, por këtë e bëri. Pra, unë mendoj që e ka luajtur rolin shumë mirë zoti Konjufca dhe sikur ai ishte sërish kandidat, besoj që edhe partitë tjera ndoshta do të ishin më të gatshme për të bërë një kompromis. Por me zonjën Arbolina Agjiu, e cila gjatë këtyre 4 viteve ka qenë jashtëzakonisht e ashpër ndaj opozitës, mendoj që është krejtësisht e palogjikshme që të kërkohet tash që t'ja japin votat pa marrë diçka si kundërvlerë, pra pa bërë ndonjë kompromis, kjo është krejtësisht jo realiste, edhe mirë po them humbi më shumë edhe vetëvendosja edhe zonja Agjiu, sepse ishin edhe 2 emra tjerë, pra zonja Shqipe Selimi dhe Saranda Bughezi. Që i përmendi lideri Akës, e që potencialisht mund votoheshin pasi që Akoja i përkrata, apo jo, në rast se vjen një propozim i tillë. Sakt. Ta znam, këto 2 zonja kanë edhe bagazh jo vetëm politik, por edhe kështu emocional, domethënë edhe sa i përket luftës, sa i përket për zonën Bughezi e dim, pra historinë e familjes saj, unë besoj që do të ishte një kandidaturë pakrahasimisht më e pranueshme, edhe do të ishte më lehtë që të bëj ndonjë kompromis në emër të
historisë saj familjare edhe të asaj të sakrificës për lirin e Kosovës, po ashtu edhe për zonin Selimi, e dim situatën me bashkëshortin e saj në Hagë e kështu me radhë, pra do të ishte pak më emocionale, pak më lehtë. Por me zonin Haxhiut, që shpesh edhe i ka ofenduar, i ka nënçmuar kundërshtarët e vet politik, nuk është aq e lehtë që të marrësh vota. Ti mund të marrësh vota, por duhet të japësh shumë gjë për si kundërvlerë. Po. Megjithatë, Artana, mund të presim që vendosja të vazhdojë të insistojë me emrin Albulin Haxhiut derisa të paktën ndoshta mund të fitojë kohë në anën tjetër për të formuar, për të siguruar edhe për formimin e qeverisë. Ndoshta mund ta shohim edhe një taktik të tillë, një tentativë të tillë. Pas ditës sotme nuk mendoj që kjo mund të ndodhë, sepse sot zoti Konjufca realisht e pranoi disë faktin. Pra ishte me vetë faktin që nuk e vendosën në votim, ishte pranim i realitetit. Po them është për mirë se ardhe, pse është pak vonë, sepse kjo është dashur të bëhet shumë më herë, por prapë se prapë është mirë që e pranuan, por tash natyrisht që orientimi edhe iniciativa i takon zotit Kurti edhe vizave vendosje, pra nuk mund tash thonë t'ja vën fajin dikuj tjetër, sepse kemi pa disa deklarata kështu politikisht shmendurake të përfaqësuesve dhe vendosës që thonin tash është faji i opozitës që nuk po e voton. E akuzuan edhe sot opozitën që është bllokuese, po e bllokon situatën në Kuvajt. Kjo është shmenduri politike, sepse në momentin që ti e ke shumicën, në momentin që i ke fitu votat, ti e ke obligim që ti sigurosh 61 vota, nëse nuk i siguron, atëherë duhet ta krijosh mundësinë për të dalë nga ajo bllokat. Nuk mund të fajsohet kundërshtari politik. Nëse e banalizojmë këtë situatë, nëse e thjeshtojmë maksimalisht, kjo është njëjtë sikur nëse shkon në bankë, ke për të bërë pagesë 100 euro, ti i ki 90 euro edhe i thua atij zotriut ose zonjës në sportel, tash 10 euro duhet të mishtosh ti, nëse ti nuk mishton, unë nuk e bëj pagesën. Po, megjithatë, Artana, krijohet një lloj imazhi edhe për opozitën tani që nuk dëshiron konstituim të institucioneve dhe formim të institucioneve me këtë qëndrim të tyre, jo, a nuk mund të shihet? Jo, sepse obligimi moral i takon fituesit të zgjedhjeve. Zoti Kurti ka fitu 42%, pra i ka 49 deputet, 48 dvet edhe një Rashiqi 49, pra me 49 deputet është shumicë absolute, pra ma shumë ka ai se sa 2-3 parti tjera bashkë. Edhe kjo që thot ajo klisheja është privilegj, po edhe është përgjegjësi. Do thot është kënaqësi që ti fitosh të vota, por në anën tjetër ke edhe përgjegjësi ndaj atyre qytetarëve që të bësh zgjidhje. Pra nuk mund tash të bllokohet zoti Kurti në kullën e Fildisht aty dhe tani të pret dhe të thot fajin e ka Duda Balje, fajin e ka Adem Hoxha, fajin e ka XY, LDK, PDK, nuk e kanë ai ka obligim që t'u ofroj, që t'i ftoj dhe t'u ofroj atyre kushte për kompromise. Do thot kompromise realiste, që thot ai Don Corleone, ofertë që nuk mund të refuzohet. Pra duhet bëjnë një ofertë që nuk mund të refuzohet, pra një ofertë realiste, normale. Për ty, situatës që e ka analizuar deri më tani, cila është oferta më e lehtë që nuk mund të refuzohet? Do shta oferta për nismën apo? Oferta, për shembull, mënyra më e lehtë është ta ndroj emrin, pra ta zgjedh ose zonën Shqipe Selimi ose zonën Saranda Bukujevsi, sepse këtë zgjidhje ka nga Alianca, edhe mendoj që edhe nisma do ta votonte. Po ashtu edhe për Duda Baljen dhe për Adem Hoxhën, pra ne e dim se funksionojnë përfaqësuesit e pakicave, duhet të marrin diçka për komunitetin cilën e prezantojnë, pra nuk mund vetëm të kërkosh votën blanko, duhet t'ju ofrosh ndonjë projekt infrastrukturor, ndonjë që ata realisht edhe meritojnë, por në këtë rast pra mund të jetë diçka pak më tepër ndonjë investim, edhe që do të jetë mirë edhe për atë rajon, pra sepse ne e dim si jetojnë, pra nuk është që shumica shqiptare ka bë namin për përmirësimin e jetës së pakicave, edhe atyre jo serbe, por edhe serbe, sepse pakica serbe ka dhe ndimen prej Serbisë, kurse pakicat jo serbe nuk e kanë këtë, pra janë krejtësisht të varur nga niveli centror. Por, po them, aspekti parë është që ta ndryshoj emrin pra ta ndryshoj kandidaturën, ndërsa në anën tjetër mund edhe ta zam nëse bëhet ndonjë paku edhe për qeverisje, po zam me zotin Limaj, atëherë, sepse edhe të arris numrin e ministrive ose diçka, pasi është
është nevojli, pra nuk mund të bëj qeverin, në anën tjetër edhe tash do të ishte krejtësisht e pa kuptim, sikuraj për 4 vota për shkak të mos gatishmërisë për të bërë kompromise, talinte mandatin, kur i ka fitu 42%. Pra është një kjo është një sfidë për zotin Kurti, kjo është një test për realizmin e tij. Pra ky test do t'rregoj sa është zoti Kurti realist. Nëse është realist, ai mund ta zgjidhë shumë lehtë këtë punë, pra të bëj 2-3 kompromise. Megjithatë sot janë përmendur edhe zgjedhjet përsëri, pas ndërprerjes së kësaj seance. Duket që vendosja më shumë është shkoj përsëri në vendin e zgjedhjes sesa të bëj kompromise të tilla apo si duket? Jo, unë mendoj që është vetëm një lloj formaliteti, vetëm një lloj kështu tentim për të dëshmuar si të guximshëm, sepse asnjë garanci nuk e ka lëvizja vendosje që do të fitoj këto vota, që do të fitoj më shumë vota. Tash lëvizja vendosje nuk mund ta shantazhoj popullin e Kosovës dhe institucionet e Kosovës të thotë do të kemi institucione vetëm nëse ne i fitojmë 50%, sepse kështu po i bjen. Çka nëse zgjedhjet e ardhshme i fitojnë sërish 42 ose 43. Prap do të shkojmë zgjedhjet e reja, domethënë derisa të fitojnë, nuk ka logjikë, nuk ka kurfar kështu kurfar garancie, kurfar mirë, po është një tentim që të veçanërisht para mediave që të dëshmohen kinse të guximshme, kishte trima apo trimnesha, që shkojmë edhe në zgjedhjet e reja, por me këtë çka do ndodhë nëse lëvizja vendosje fiton më pak. Pra kush do ta marrë përgjegjësinë? A do ta marrin këta këto skiftere që po dalin çdo ditë nëpër media me fjalë nga më të ashprat? Jo, nuk ka, sepse nuk i keni votat, pra duhet që ta ulin tonin, që të bëhen me realist dhe t'i kërkojnë këto 4 vota, bile edhe me 4 vota është kështu minimumi i minimumit, sepse nga një parti e cila para 4 viteve sa kishte 70, sa gati 80%, 80 deputet, pra tani që të bijnë në 61 dhe mezi t'i arrin këtë, pra është një nevojë që të reflektojnë, që të normalizohen edhe me diskurs, edhe me veprime, sepse kjo ashpërsia u bën më skeq tjetër. Po, megjithatë, Artan, shet që kjo situatë mund gjatë, zhbllokimi i kësaj situate, sidomos e pamë edhe në deklaratat e sot me zonin Mimoza Kusari, edhe Muratin që e përmendën që kërstuan në një farë formën se mund themi edhe me bllokim të votimit të nënkryetarëve në rast se nuk votohet emri i tyre për krye parlamentar. Si shpjegohet gjithë kjo situatë ose si mund dilet duke ditur që nuk ka afat për propozimin e emrit kryetarit kuvendit? Po s'pari këto friksime apo këto, po them, shantazhe janë krejtësisht të paduhura, krejtësisht janë destruktive, sepse roli nënkryetarit, me rolin e kryetarit janë si nata me ditë, pra nëse me këtë logjik opozita mund shkoj deri në pakufi, sepse shumë më keq është për pozitën që të mos e ketë kryetarin, se sa për opozitën që të mos e ketë në kryetarin e para dytë, do të thotë ne rrallë dhe i shohim ata një herë në vjet, kështu që janë të pra mendoj që është një lloj mlefi, një lloj dufi, kështu i brendshëm edhe një lloj reagimi edhe emocional edhe një lloj nervozizmi realisht. Kjo e thash edhe më herë, kjo situatë i shkon në dëm lëvizjes vendosje, sepse zoti Kurti është lideri më i fuqishëm në Kosovë, edhe elektoralisht, edhe politikisht, edhe në çdo aspekt, pra është lideri kryesor dhe nëse situata është e bllokuar, fajin e ka njeriu kryesor, njeriu që ka më shumë të vota, që ka marrë më shumë të besim, ai e ka obligim që ta kërkojë një zgjidhje. Sa më shumë që vonohet, aq më keq do të jetë më shumë për të, edhe për opozitën, mirë, po opozita e ka arsyetimin, thotë, opozita i ka 57 vota, le t'i bëjnë këta 61, le ta zgjedhin edhe kryetarin e parlamentit ose kryetarin edhe qeverinë, le të bëjnë çdo gjë. Pra tani pasi u kuptua, pasi u hapën letrat, pasi u kuptua që lëvizja vendosje i ka 57 vetëm 57 deputet, tash është më lehtë për opozitën që ta kundërshtojë, që ta kritikojë dhe është më vështirë për pozitën që të mbrohet. Po, megjithatë, Artan, insistimi i vendosjes për emrin e kryeparlamentarit mund të lidhet pak edhe me çështjen se kur të përfundon mandati i presidentit, këtë pozitë do ta mbajë ushtruesi i detyrës sekretarit kuvend. Dhe mund të arsyetohet në një farë mënyrë insistimi i tyre për kryeparlamentar, për emrin e kryeparlamentarit apo jo? Mund të jetë edhe kjo logjike e veprimit,
por unë mendoj që me këtë ndarje të parlamentit, me këtë ndarje të taboreve, do t'jetë krejtësisht e pamundshme që të sigurohen 80 vota për zgjedhjen e presidentit apo presidentes re, sepse nëse nuk po mund të gjenden 61 vota për kryeparlamentarin dhe për qeverinë, atëherë si mund gjenden edhe 20 vota tjera, pra do t'jetë shumë vështirë, po them, me këtë stil do t'jetë e pamundshme, kush do që t'jetë. Edhe disa emra që po përmenden, pra nuk do të mund t'ju imponohen, bile mendoj që edhe ata emra, edhe nëse vijnë nga familjet historike të Kosovës, mund të degradohen, mund të devalvohen nëse nuk arrin shumicën, por nuk mund të arrijat shumica në këtë mënyrë, pra në mënyrë agresive, në mënyrë nga lart poshtë, duhet të ketë një bashkëpunim, sepse edhe opozita, edhe pse ka më pak vota, edhe ata përfaqësojnë një kategori të qytetarëve, ata i përfaqësojnë 20%, 5%, por edhe 1% ti ke përgjegjësi. Edhe duhet të ta trajtosh me respekt përfaqësuesin e atij 1%. Pra thua që raportet si kanë qenë para fushatës, gjatë fushatës nuk kanë ndryshuar, dasit vazhdojnë të jenë të njëjta mes partive politike, apo jo? Dhe kush i ka kontribuar më shumë tani kësaj? Vetëvendosja përsëri apo të gjitha partitë nga pak? Po të gjitha partitë nga pak, por më shumë të vetëvendosja. Natyrisht, sepse vetëvendosja ka pas mundësi që gjatë këtyre viteve kaluara, pra gjatë 4 viteve të kaluara, ta ndryshoj edhe diskursin politik, publik, edhe stilin e politik bërjes. Pra, sikur njerëzit e vetëvendosjes të kishin një qasje më gjithëpërfshirëse, më realiste, më racionale, atëherë as opozita nuk do të mund të sillej në këtë mënyrë, pra do ta krijonin një standard, sepse standardi te ne ka qenë që agresivitet, shpesh edhe koalicion, armiqësi politike, koalicion, prej koalicionit armiqësi politike, pra kanë qenë këto ekstreme, nga një ekstrem në tjetrën, dhe tani mirë po asnjë parti nuk e ka pas pushtetin politik që e ka pas Zoti Kurti, asnjë, as Ibrahim Rugova që ka qenë mit, pra nuk e ka pas qeverinë, pra qeverinë e plot, shumicën e parlament edhe presidencën deri në vitin e fundit kur filluan këto problemet me zëvendësisë. Pra në fillim kanë qenë 3 institucione kanë qenë në binar të njëjtë, edhe pra ka qenë pushtet absolut. Edhe kryeministri Kurti, unë kam shpresu sinqerisht, po ju them që do ta krijojnë një standard të ri, një model të ri politik, sepse ka pas mundësinë. Nuk e ka bërë, jo që nuk e ka bërë, por me këtë gjuhë agresive, pra ka ndikuar edhe negativisht, është për zhgënjim, është për keqardhje, sepse nuk do t'i vije më radha, po shihet që nuk do t'a ketë me atë mundësi, por as partive tjera, sepse para 4 viteve ka qenë një kombinim, një momentum i jashtëzakonshëm që ja ka ofruar Zotit Kurti këtë shans historik për ta përmirësuar edhe shoqërinë e Kosovës, edhe institucionet, por nuk është bërë edhe është shansi humbur. Dhe në anën tjetër, Artan, sa i përket bazës ligjore, si mund të rregullohet dhe dilet nga kjo situatë zhbllokuese edhe sa i përket emrit të kryetarit të kuvendit edhe mënyrës se si zgjedhen nën kryetar dhe pjesa tjetër? Po një problem shumë i madh është me nenin i cili e rregullon këtë çështje, pra neni 67. Po, do ta kemi pas pak edhe në ekran për ta sqaruar, për ta kuptuar më mirë, Artan, për këtë pjesë që po flet, po? Unë mendoj që nuk është vështirë që të kuptohet që ky nen është i mangët. Pra sepse lë zbrastir, pra nuk i përfshin të gjitha situatat që mund të ndodhen, pasi pika 2 thot kryetari i kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar dhe zgjedhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Do thot mirë po, nuk e jep opsionin çka ndodh nëse grupi më i madh parlamentar nuk e ka shumicën. Pra ta zam qeveria, neni për qeverinë e jep këtë. Thot nëse nuk e ka, mund të kërkoj 15 ditë shtesë, pastaj i kalon të dytit, i dyti i ka 10 ditë shtesë, dhe nëse nuk e gjen, nuk e ka shumicën, shkojmë në zgjedhje të reja. Pra unë mendoj që këtu është gabimi kryesor. Dhe kjo i lë thua Artan hapësirë pastaj që sa herë të doj mund ta propozoj emrin. Sakt, kjo lë hapësirë të pakufishme, sepse nuk tregon, pra me kushtetut nuk specifikohet që çfarë ndodh kur grupi më i madh parlamentar nuk e ka shumicën e votave të gjithë deputetëve. Unë nuk jam jurist, por mendoj që
do duhej pra ose gjykata kushtetuese, ose me ndonjë formull tjetër që kjo të specifikohej. Pra, ose të thuhej që unë mendoj që mënyra më drejtë është që me automatizëm pra si që shkruan këtu, pra të hiqet kjo pjesa e dytë zgjedhjet me shumicën e votave. Pra kryetari i Kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar. Mendoj që kjo është mënyra më e drejtë, sepse kushdo që i fiton zgjedhjet, duhet të ketë diçka. Sepse e ka marrë vullnetin më të madh të popullit dhe me automatizëm duhet ti takoj. Pra kjo e kemi pas këtë problem edhe në vitin 2014. Unë kam qenë kundërshtar shumë i madh i Vlanit, sepse Vlani thoshte që nuk ka lidhje rezultatit zgjedhor, pas zgjedhjeve mund të bëhen çdo kalkulim dhe mund fituesi i zgjedhjeve të mbetet pa asgjë. Unë mendoj që kjo është e padrejtë dhe është ofenduese për votuesin. Pra duhet që me automatizëm ti takoj grupit më të madh parlamentar, ose eventualisht të bëhet sikur me qeverinë. Pra të thuhet dhe zgjedhjet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit, nëse nuk është shumica, pra nëse grupi më i madh parlamentar nuk e ka shumicën, atëherë i kalon të dytit, nëse as i dyti nuk e ka, atëherë shkojmë zgjedhje të reja. Pra, mirë po, në çdo skenar duhet që të mbyllet ky nen, sepse pika 2 është gabim edhe është... Dhe çka po i bie Artan që ndoshta çështja në rast se vazhdon kështu pa afat, do duhet shkonte në gjykatën kushtetuese apo mund dërhyj këtu presidenti, apo nuk ka duar këtu presidenti? Unë mendoj, jo, presidentja nuk mendoj, presidentja mund ta dërgojë në gjykatë kushtetuese, edhe avokati i popullit. Unë mendoj që po pikërisht kjo është, pra gjykata kushtetuese mund ta jap vendimin më të duhur, më profesional, edhe ta krijojë një precedent. Pra siç u krijua precedent në vitin 2014, kur thoshte që i takon e drejta grupit më të madh parlamentar, e njëjta mund të ndodhte edhe tash. Pra të krijojë një precedent ku prej tash e tutje të dihej që në zgjedhje ose me automatizëm e fiton partia e parë, ose nëse nuk i ka, i kalon partisë së dytë edhe eventualisht mund të shkojnë në zgjedhje, pra një qartësim. Gjykata kushtetuese duhet ta bëjë një qartësim. Ata janë ekspert më të mëdhej të kushtetutës, edhe për fat keq në Kosovë në çdo studio televizive sheh ekspert juridik nga më të lloj-llojshmit, por është një ide se sa pak punohet në Kosovë në parandalim. Pra vetëm kur ballafaqohemi me një problem, tek atëherë kuptojmë që ka problem. Pra njerëz që merren me të drejtën kushtetuese, me aspektet juridike, do duhet që ta parashikonin këtë, sepse kjo është, pra ky është një problem shumë i madh. Tash kushdo që e ka parashiku këtë, ose ka qenë shumë idealist, ose ka qenë naiv. Sepse idealist, Tazam e ka parashiku një bashkëpunim mes pozitës dhe opozitës, por në anën tjetër në kontekstin kosovar, ku ndarjet janë kaq të mëdha, armiqësitë janë kaq të mëdha, mbas edhe mund të jetë naivitet. Po, dhe në anën tjetër, Artan, duket që situata më e favorshme do të ishte një zgjidhje politike, por megjithatë kush tani duhet shihet si përcaktues edhe për formimin e qeverisë në këtë situatë që gjendemi. Po, unë mendoj që këto mund të shkojnë në pak kohë. Pra në momentin kur gjenden 61 vota për kryeparlamentarin apo kryeparlamentaren, edhe një do të duhet bëjë edhe për qeverinë. Pra sepse pastaj hyjmë në 15 ditëshin, eventualisht në 25 ditëshin, dhe pastaj prapë është rreziku që të shkohet në zgjedhje të reja. Unë mendoj që absolutisht nuk ka asnjë mundësi tjetër normale përveç kompromisit, përveç dialogut, përveç marrëveshjes. Pra s'do t'i kurti mund ta bënte një marrëveshje edhe për kryeparlamentar, edhe për qeveri, pra ta zam me nismen edhe me pakicat jo serbe, sepse i ka, do të thotë nëse ai ka 49 deputet, me 3 nismes 52, me pakicat 72 edhe do të bënte pas një problem. Megjithatë, Artan, mund të themi që përsëri do të kishim një qeveri jo stabile, fragjile, duke parë këta numra, pra nuk pritet një stabilitet politik gjatë viteve në vazhdim, apo çka po na pret? Jo, absolutisht jo. Nëse nuk patëm stabilitet me 50 plus vota, pra me gjithat pushtet, tani nuk mendoj që mund të ketë, edhe për vetë faktin që për mënyrën se si krijohet. Pra, pasi nëse krijohet në këtë mënyrë, atëherë edhe vazhdimësia do të jetë e tillë. Tazam nëse bën aleancë, nëse bën marrëveshje me Tazam me nismen, atëherë gjithsesi do të jetë
edhe ajo klauzola që nuk mund t'i shkarkojë deputet e nismes pa miratimin e kryetarit. Pra do t'jetë një lloj blokade çdo herë që kërkohen ndryshime, derisa tani kishte duart e lira në mënyrë të plot zoti Kurti, kryeministri Kurti, prej tani, pra do t'jetë një ndryshim i madh. Pastaj edhe kemi pa edhe në qeveritë e kaluara është një lloj kështu gare dhe brenda qeverisë mes partive të ndryshme, sepse secila i ka në mendje dhe zgjedhjet e ardhshme, pra dëshiron që të marrë edhe ministri ku ka shumë para, ku mund të ketë shumë efekte konkrete, infrastruktura, bujqësia, këto, pra ku mund të prekësh jetën e qytetarëve në mënyrë konkrete, edhe kështu pastaj ka dhe probleme tjera, por gjithsesi, po them përsëri, është shumë zhgënjyse që gjatë këtyre 4 viteve nuk është arritur të krijohet një model më i mirë, më avancuas, më progresiv i qeverisë, sepse ajo do të ishte një shkallë nga cila vërtet do të kishte zbrapse, pra kthim mbrapa, vetëm do të avancojë sistemi i përgjithshëm politik në Kosovë. Po, dhe në anën tjetër eshe, si mundësi në rast se Kurti dështon të formojë qeveri, një qeveri të opozitës dhe sidomos eshe stabile, duke parë që thonë që ka numra më shumë edhe nëse shihen realisht. Po ka numra më shumë, po kanë edhe kokëforci më shumë, kanë edhe ego më shumë, pra... Sidomos LDK-ja, sidomos LDK-ja, cila në mënyrë krejtë pa kuptim të ka vendosë këtë kushtin e kryeministrit, gjë që është... E pa drejt nëse mund të themi duke i parë numrat në një farë forma, apo jo? Po, Donika nuk është realiste, sepse partia... Tepër ambicioze, partia tretë, edhe nuk mund të thuashti o kryeministrin o hiq. Në anën tjetër, tash është edhe një anë tjetër, opozita mund t'ja jap pozitën e kryeministrit zotit Abligjiku, por nuk jep ministri. Pra do të thotë, okej, ti mund ta marrësh postën e kryeministrit, por ke 2-3 ministri të vogla të parëndësishme, nuk mund ta marrësh as infrastrukturën, as shëndetësinë, as punë të brendshme, as punë të jashtme, as një ministri dhe pastaj me këtë do të qeverisë zoti Abligjiku. Pra do të jetë kështu një lloj blokade, një lloj refuzimi, një lloj izolimi që do t'ja bëjnë brenda qeverisë së tij, pra nuk do ta pyesnin fare, sepse është tash nëse nuk kanë lujt mensh politikisht që të presin që ta marrin edhe postën e kryeministrit edhe të marrin ministrit e rëndësishme, pra kjo është çesharake, por po them, unë mendoj që ka bë gabim, sepse sikur të mos të kishte vendos, tash politikanët e mirë bëjnë edhe zbrapse, bëjnë edhe kthime, nëse ai e shet që është e pamundshme, atëherë unë besoj që më shumë do t'i lëvërdiste LDK-s që të ishte dorë dhe të merrte ministri të fuqishme ku mund ta prezentonin veten, pra ku mund të edhe punonin mirë dhe që të faktorizoheshin. Por me këtë... Mund të themi ardhan që ky kushti i LDK-s e pamundson në një farë forme një qeveri nga ana opozitës, apo jo, sepse as PDK-ja nuk duket që lëshon pa shumë lehtë në këtë pjesë. Po jo, sepse ky është një kusht maksimal që është vendos para se me fillu bisedat. Pra, fjala e fundit është e para. Kjo posti i kryeministrit duhet vjen në fund, pas shumë negociatave, balancimeve, pra koalicionet e mëdha janë si një lloj mozaiku, ku secila palë duhet që proporcionalisht edhe me vota edhe me fuqi politike ta marrë atë që i meriton. Por, po them, në politikën kosovare asgjë nuk dihet, pra kur nuk duhet të themi kur, edhe për këtë arsye besoj që nëse ndryshon situata, atëherë do të ishte mirë që edhe zoti Abligjiku ta rimendonte këtë qëndrim edhe ta kishim një qeveri qoftë edhe të opozitës. Po, atëherë Artan, falenderoj shumë që ishte sot këtu bëre. Shumë faleminderit për mundësinë, Donika. Faleminderit. Dhe në vazhdim është bloku lajmeve të botës dhe rikthehemi me zhvillime të tjera.